إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na krijoi, na udhëzoi, na dha mend të mendojmë. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e tokës dhe qiellit. Falënderojmë sunduesin çka ka në tokë dhe në qiell. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na bani besimtar, musliman, që kemi dertin e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. O vëllezër, xhamat të nderuar, të marrmi, të mendojmë, të imagjinojmë ti apo unë, apo secili prej nesh është në shtëpinë e tij, me gruan e tij, me prindrit e tij, me fëmijët e tij. Koha e ftoftë, si para disa ditëve, kull nuk kem mbi kokë, gruaja e smund, fëmia ka nxehtësi, prindrit tuaj të moshuar kanë nevojë për barna dhe ilaçe, dhe kërkon një ndihmë prej dikujt që të afrosh prindve të moshuar, gruas të smur, fëmijëve barkën e uritur, edhe të dalish në rrugë të kërkosh prej dikujt diçka, po në atë rrugë kur të dalish delt me fëmin kam zbathur, aeroplanat mbi nalt gjujnë bomba, poshtë snajperistat vrojnë këtë shohin, dhe ti drejtosh drejt spitalit kërkan një ndihmë për gruan, për prindrit, për fëmijët, por për fat keq kur të arrish në derën e spitalit, she mjeku i vram, gazetari i cili don të përcjellë lajmet i djegur në flak, ndihma e shpejt e djegur, para mendo imagjino të jena ne apo dënjëri prej nesh në këtë situatë, si do ta ndje zemrën? Çfarë halli do jese? Çfarë situate? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që besimtarët janë si një trup. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë besimtari nuk e tradhton vllajën e vet, nuk e nënçmon, nuk e poshtërson. Nga ky hadith dasha sot në këtë hutbe të flasmi për vëllezërit tonë në Gaza, se heshtja e jon si hoxhallar, si ligjërues, është një lloj nënçmimi për ta, një lloj tradhtie për ta, një lloj poshtërsimi, mas pakti që mujna me fol. Kjo është më e pakta që mujnë me bën. Se me fol për vllavin tan, me ja tregu botës dertin e vllavit tan, është cilësi e pejgamberëve. Është tipar i të drejtëve. Është tipar i pejgamberëve të Allahut. Me ndihmuar vllahun tënd ai kur të kërkon ndihmë dhe kur ket hall. Tregon për një bedevi arabi ndacak që Ebu Jehli ja ka marrë pasurinë e tij dhe pastaj ka mohu. Vjen ki arabi në Qabe, shkon te Ebu Jehli, ja lip paratë e tij, ai refuzon. Thotë s'ka marrë pare. Drejtohet te paria
të mexhlisi, të kongresi i Ebu Gjelit të Mekkës, të partë të Mekkës, ato tallën me ta. Me këtë ndacakun, me këtë arabi, dhe bojnë me gisht shkote qaj person, për pejgamberin alayhis salatu wassalam, se ai mund të të nxjerrë parët për Ebu Gjelit. Këtë kanë pas për qëllim për tallje. Ki njeri nuk e din, drejtohet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot, ata ai kongresi Ebu Gjelit i Mekkës, po më thojnë se ti mush me nxjerr parët e mia për Ebu Gjelit. Thot, ka parë Ebu Gjeli? Po, thot, shumë e mu. E jam, pas me nje. Shkon dhe i thot Ebu Gjelit, ke marë pare këti? Ebu Gjeli thot, po. Thot, nxerri parët e jepja. Ndalet Ebu Gjeli hinë shtëpinë e vetë, nxerr parat dhe jep nda cakut. Nxerri parët, epja. Kjo do të thot që njeriu do të ndihmon vllaun e tij, njeriu kur ai ka nevojë, kur i bota atij pa drejtësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka luftuar Bani Qaynuqa, fisin, këtë fis për shkak një femrës që u ka vrarë, një musliman që u ka vrarë. Për shkak një muslimani që u ka vrarë, që e ka ruajtur nderin e një muslimanës. Ushtri ka përgatit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të tregoje se duhet të ndihmosh vllaut tënd ai kur të jetë në hall dhe në bela. Musajn për Musajn alayhi salatu wassalam na tregon Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an kur ka hikur prej Firaunit të mallkuar dhe i shet digra duke prit që dhanëve të veta t'ju japën ujë baktive, dhe Musa alayhi salatu wassalam ju afro dhe thot largoni se unë do t'ju shërbej. Kjo është tipar i pejgamberëve të Allahut dhe burrave besnik që kur të shohin njeriu që ka nevojë për ndihmë do t'i ndihmon. Dhe Mu'tasimi kur ka thirr një grua në Omoria ka një vend prej kalave të krishterëve në atë zaman, ka një pjesë e Turqisë të sotme, kur ka vika dua Mu'tasima, o ku je o Mu'tasim, o udhëheci muslimanëve, i ka shku lajmi, ka pregadit ushtrin dhe e ka rënuar atë vend derisa i ka çliruar, i ka nxjerr prej burgi këtë muslimanën dhe musliman tjerë. Abu Yusuf, Yaqub ibn Yusuf, ashtë kur e ka marrë postin Allahs të ndershëm në shtetin e muwahidave, pasi që i ka ra shahid babai i tij duke luftuar me spanjollët në atë zaman në vitin 580 të hijretit. Ki bot udhëheci muslimanëve pas vrasjes shehidllëkut të babait të tij dhe prej mbretëve të cilët kanë qenë në ato kohë prej krishterëve që kanë sulmuar disa pjesë të tokave të muslimanëve, i kanë grabitur tokat e muslimanëve, i kanë vrarë burrat e muslimanëve dhe fëmijët dhe i kanë marrë gratë e muslimanëve. Kimbret i shkruan këtij djaloshi të ri Yaqub ibn Yusufit dhe tallet me ta. Nëse don luftë eja, të shohësh se kush jemi ne. Kemi marrë gratë e muslimanëve, ja kemi vrarë burrat, ja kemi vrarë tokën. Kështu tallet dhe ja kthen letrën ki djalosh i ri, ki burr i madh, dhe ja shkruan irji ilejhim falna'tiyannahum bijunudin la qibla lahum biha wala nukhrijannahum minha adilla wa hum saghirun. Marr letrën, ja kthem rapa, ja shkruan këtë ajet dhe i thot: ktheu këtyre dhuratat e tyre, se ne kena me ju ardhur me një ushtri që ju s'keni me i bo ball atyre, dhe t'ju nxerrmi prej vendit të poshtërsuar dhe të nënçmuar. Pregadit ki burri madh ushtrin, ballafaqohet me ushtrin jo besimtarëve kriqzatave në atë zaman, ku në këtë luftë vritën 30.000 qufar dhe arrestohen rob 20.000 dhe kështu mbledhin plashkat e luftës musliman. Në atë kohë dhe i ka thonë, nga çka po të tham, nuk është çështja çka ke dëgjuar, por çështja është çka ke për të pa. Kështu janë kanë muslimanët më herët, që kur kanë pas dërt muslimanët, ato janë përgjigjur. E sot shumë pyetje na parashtrohen neve si xhallar, në për rrjetet sociale, ku janë muslimanët? Ku janë arabët? Ku janë ushtrit? Ku janë armat që blen me biliona? Ku janë ulemat? Ku janë hoxhallar? Ku janë davetxhit?
Ku janë ato të cilët i mbaruan fakultetet e shariatit? Ku janë njerëzit mendimtarët? Ku janë intelektualët? Ku janë biznesmenat? Ku janë tregtarët? Ku janë shtetet që afër 60 shtete të muslimanëve ka? 20 e diçka veç të arabëve. O lezër, këto pyetje parashtrohen. Me të vërtetë është për të parashtruar. Muslimanët dhe arabët për fat keq janë me Gazën. Por gjithësi, por gjunohet e shkret, çka do të bajnë? Nuk ju ka mbet veç një dua në sejdë apo në kunut, atë s'ka mundësi. Çdo lëvizje në burg, mbaron. Allah të dhash hajrin. Nëse marrmi dhe i shikojmë armët ku i kanë arabët, armët im kanë na për depot, ju ndrish, kur drishkën, të na prap biliona blejnë. Qështu? Nëse vetë shtetet të tjerë ku janë, për fat të keq, realitetin jemi duke pa në për rrjetet sociale, por prej hakit dhe të drejtës që ne t'ja kujtojmë vetës dhe muslimanëve. Nëse ndalmi dhe vesëm ku janë ulemat dhe hoxhallarët, uleman dhe hoxhallarët dhe dietarët donë 3 grupe në këtë situatë. Grupi i parë të cilë që janë punëtor, si punëtor që janë në punë shtetit, si intereson, a prish tavolinën, a prishet kompjuteri, a vjen herët, a shkon vorët, a ti intereson të marrë rrogën, edhe intereson të arruje vendin e punës. Dysa prej hoxhallarëve, prej ulemanëve, prej davetxive që shtu janë. Si intereson, punën e vetë të arruje, të marrë rrogën me të parin e të parit, edhe çka dërmën një të dole flaka, kujt duhet, çka duhet të ndodhje. Lloji dyti i ulemanëve dhe hoxhallarëve dhe thirrsave davetxive janë të cilët mundohen me shkruajt një kollum, mundohen me mbajt një fjalim, mundohen t'ja shpjegojnë gjendjen muslimanëve, edhe ata nëse pak tepër folin, minjëherë fillojnë akuzat dhe sulmet. Ai tjetri po vret, po masakron, po çka bën për to, ai është në drejt. A mund t'i zguzon as me fol. Lloji tretë i hoxhallarëve dhe ulemanëve dhe thirrsave nuk e din as ata që kanë të po. As ndjaft, as majt. Për fat të keq, kjo është gjendja e ulemanëve dhe hoxhallarëve dhe thirrsave, dhe nuk na jetë tjetër që t'i thojmë banorëve të Gazës dhe muslimanëve, Allahu ja dhash hajrin, Allahu ja dhash sabrin. Mos pritni se Iz ibn Abdusselami ka vdek, Sheikh Islam ibn Taymija ka vdek, Abdul Ghani al-Maqdisiu ka vdek, Sofjan al-Thauriu ka vdek, Ibn Mubareki ka vdek, mirë për atë zaman që ka kalu, mirë për këtë zaman që kemi mbet pa uleman sikur këto. Kush e ka pritë të dalë një hoxh i madh që ka shkruajt libra dhe thotë neje jemi në paqe me armikun që Allah e ka mallkuar në Kur'an dhe me ato të cilët kanë vrarë pejgamberët e Allahut. Qaj o umet qaj, duhet të vëdisohemi o Lazar, duhet të lexojmë. Mas paki duhet të lexojmë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, se më mirë që të tregon realitetin e tyre është Kur'ani. Më mirë që të tregon realitetin e tyre është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. A nuk këtër dalën medimtar, dalën ulemat, dalën gjykatësit, dalën avukatët, dalën studentët, dalën njerëzit pa fe islame, bëjnë protesta, del dikush atë haram protestën. Qa jo mundësi që të ka dhonë ti me tregu revoltin tant edhe qatë për ndalë? A nuk vjen mare, bojkot i bëjnë qafirat, ti një fetfa tu të shme dhonë që me i bëkujtue. Për një Coca-Cola marë sa denar ashtë. Po një tjetër, pa e disa denar më lidhen mare. A e ke provuar meri një kasë të shtëpia jote dhe për çdo ditë që dë blejsh një Coca-Cola, një prodhim të atyre, vëndoje çdo ditë në kasë dhe në fund muajit hape kacën dhe shiko sa para ke ndajt onësh. Por ti nuk je një musliman, një Abdullah, ne shumë Abdullah jemi. Ne jemi miliona. Ne jemi miliarda. Pa nga një dinar, a di sa bëhat. Kjo është do thot, asaj përket me dimtarve dhe intelektualve, edhe këto janë dojtë dy pjesë. Një janë pro, një janë kundër. Ata më shumë janë kundër për fat keq, për shkak interesave të tyre personale. Shumë pak janë prej atyre të cilët tentojnë të tregojnë realitetin
e tyre. Sa i përket tregtarëve, për fat keq dhe biznesmenëve, edhe ata s'kan çka të bajnë. Se edhe një dinar me e dhonë me një dhe akuzojnë se i përkra terroristat, i përkran kriminalet, për fat keq se gjunoj shkret, s'di çka të banë, edhe ai s'guxon me dhonë 1 euro. Për shkak se ata ai akuzohet me 1 herë, ai sulmohet me 1 herë. Ai tjetri pse vret dhe pse prete, pse derdh gjake, pse kall spitale, pse kall çerdhe, pse kall shkollat, nuk prish punë. Ata nuk i shohim as pak. Kjo është realiteti në gjendjen që e kemi për momenti. E lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na vëdison. Lusmi Allahu subhanahu wa taala që Allahu hallin që largon. Vëllezër, ne vetëm si dërd dhe hall të qajmë se kemi hak ndaj vëllezërive tonë. Mos të bëhemi dhe ne sikur se nuk shohim çka të ndodh. Ne duhet patjetër që të bisetojmë, të kojmë dertin e muslimanëve, sa të jenë vëllezërit tonë. Nëse ai apo vllavi tant, nesër ta bën ti, mbaron me atë kthehet te ti. Kështu është zakon në tokë. Kështu është zakoni i kriminalëve. Ali Izzet Begović ka thonë, ai i cili të sulmon me forcë, ti patjetër me forcë ta ndalësh, se për ndryshe atë fjala nuk e ndalen. Nuk e ndalën, s'ka mundësi. Sa ja ashtu e ka tiparin. E lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kujt do që janë. E neve Allahu të na vëdison, neve Allahu të na vënë prej tyre që të lexojmë më shumë dhe ne të përfitojmë më shumë që nesër të dimë çdo situatë si ta menaxhojmë. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Vëllezër, nuk na jet neve si besimtar, si musliman, vetëm se ta kujtojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapni për litarin e Allahut subhanahu wa taala dhe mos u përçani. Nuk i ka ndodhur ummetit çka të ndodh vetëm se janë përçan musliman. Dhe nuk janë kap për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur janë përçan musliman, kur janë dobësu musliman, armiku gati ka kanë. Për këtë arsye të ndodh kjo çka jemi duke pa, që të pa tër bota. Pastaj mos ta harrojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala ku Allah thotë wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dhe ju mbani shpresat vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Se mik më të mirë e kemi Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ne si besimtar duhet patjetër të ndalmi dhe të meditojmë për çështjen se çështja e coptimit, çështja e dobësimit është shkak dhe problemet më të mëdha që i vinë ummetit. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala ka thënë wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. O ulaika lahum adhabun adhim. Do të mos u bëni si ata të cilët u coptuan, u ndan, pasi që erdhën argumente të qarta, këto do të kenë një dënim të madh. Kështu Allah subhanahu wa taala kërcënohet. Pastaj mos të harrojmë rrëfimet e pejgamberëve të Allahut që i ka pruar Allahu në Kur'an. Se rrëfimet nuk i ka pruar rastësisht Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Për këtyre rrëfimeve që i cek Allahu në Kur'an janë që neve të na japën mësim, që neve të na forcon imanin, që neve të na kujton se fitoria do të vjen. Nuk guxon besimtari me u dorëzu, nuk guxon besimtari me shpresën se fitoria do të vjen, por urtësitë e Allahut ne nuk i dim. Nëse merr dhe shikon në Kur'an rrëfimet që i ka rrëfej Allah subhanahu wa taala në Kur'an, do të shohësh gjëra shumë interesante, do të gjejsh frikë, do të gjejsh smundje, do të gjejsh burg, do të gjejsh vrasje, do të gjejsh ikje, do të gjejsh zjarm, do të gjejsh çdo sa, por në fund prap ju ka ardhur fitoria pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Se fjalë më e mirë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër, në gjendjen që jemi ne, sikur se Allah subhanahu wa taala na e përshkruan popullin e Adit. Që Allah subhanahu wa taala thot Kur'an, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Që pas Adit nuk është ka krijuar popull sikur këto. As të fuqishëm, as të mëdhej. Do thot, ulemat kanë folë që populli i Adit janë kanë të fuqishëm në aspektin ekonomik
dhe ushtarak. Sikur sot, sikur si i përngjan kësaj situate që jemi. Edhe ekonomikisht, edhe ushtarakisht. Dhe tëri sa ata janë burë, Allahu na tregon për to dhe kanë thonë, wa qalu man ashaddu minna quwwa. A ka dikush më i fortë se ne? A janë të thonë çështu? A ka kush na del përpara neve? Kemi çkaç koka bomba atomike, ne i fshim gjithë. A ka dikush këtë heshtin? Kështu populli Adit kanë thonë. Terisa i ka thonë, fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ja pra ne na vjen çaja të cilën ti e të na kërcënue dënimi Allahut. Ne ta vjen. A herë dënimi Allahut. Ka anna a'jaz an-nakhl khawiya. Fa hal tara lahum min baqiya. Allah subhanahu wa taala kur e ka shkatru popullin e Adit, ka thonë ke pa kufomat e tyre sikur hurmat e vjetura, të shpura, mrenda, të zbrasta, sikur se nuk kanë ekzistuar fare ato. Kështu Allah subhanahu wa taala thot. Për këtë arsye, ne si besimtar, edhe pse shumë s'duhet të humbna shpresat, ne duhet të kemi vullnat, por ne duhet të marrim mësim se për ndodhive që ndodhin. Lutem Allah subhanahu wa taala që Allah ato të cilët kanë vdek fëmijë e gra, të cilët Allah të mëshiron. O vëllezër, gjendja e Gazës jo kanë gjerë fytyrën e vërtet këtyre që pretendojnë që janë të civilizuar. Këtyre që pretendojnë të drejtat e njeriut, të drejtat e kafshëve, të drejtat e grave, të drejtat e fëmijëve, në Gazën ju ka dalë maska. Kjo realiteti tyre nuk është. Nuk është ashtu si pretendojnë. Gjendja e Gazës është sikur i përngjan gruas shtatzan, para lindjes. Gruaja para lindjes i shton dhimbtat e mëdha, pas lindje rahatohet. Besoj që kjo gjendje që është i përngjan situatës para lindjes. Shpresojmë Allahun që inshallah vjen lindja e fitores dhe gëzimit sa më shpejt. Allahu na i fal mëkatet dhe na bashkoft në xhenetet e tij. Wa aqimus salam.